Nga zgjedhjet e 9 shkurtit në Kuvendin e Kosovës, si rrallëherë i siguruan vetëm 9 ulse. Partisë më të madhe serbe në Kosovë, Listës Serbe, një karrige ja mori kryetari i Partisë Demokratike Progresive Serbe, Nenad Rashić. Mirë po në legjislaturën e ardhshme, njësit e punës së institucionit legjislativ thonë që ka rrezik që Lista Serbe ta rikthejë ulsen e 10. Për këtë aludim, hulumtuesi në Institutin Demokratik të Kosovës, Vullnet Bugaçko, ka një arsyetim. Këto lloj veprime që po i bën subjektet politike, pashmang shumë e faktorizojnë shumë këtë subjekt politik. E faktorizojnë edhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, besoj që kjo do ta rikuperojë vetin kuptimin e përfaqësimit në Kuvendin e Republikës Kosovës. Pra rreziku ekziston që ky subjekt parlamentar të fitojë gjitha vendet në Parlamentin e Kosovës, për shkak se këto veprime tona, që unë po i cilësoj vendime edhe veprimet pa matura politikisht nga ana e subjekteve politike shqiptare të gjitha. Edhe analisti politik Belgzim Kamberi e vën në pikpyetje arritjen e Rashićit në Kuvend prap, por ai thotë se edhe gjuha politikanëve shqiptar në drejtim të tyre ka peshë. Ka mund të mendohet që për lëvizjeve të vendosje kjo mund të përkthehet pak a shumë në vota, duke qenë që faktikisht kjo do të ndërtonte një mobilizim të shqiptarët për ta paraqitur lëvizjeve të vendosjes si vetëm një subjekt që po e lufton listën serbe dhe kështu të shndrohet në rezultat zgjedhor më të mirë për lëvizjeve të vendosje, por në anën tjetër ajo që po duket është që kjo ka pas efekt edhe në anën tjetër. Dhe natyrisht që pastaj është reaksioni edhe në palën tjetër edhe në kësaj ajo që po e shohim është që madje tash pyetja kryesore që parashtrohet për këtë zgjedhje është që a do të mund të kemi përsëri një politikan apo forca politike si Nenad Rashići dhe politikan të tjerë që madje edhe ata siç duket tashmë kanë edhe më të fshirë. Si zgjidhje të kësaj situate, Kamberi përmend dialogun e brendshëm me serbët e Kosovës, që dikur kryeministri në detyrë Albin Kurti e kishte premtuar. Po është një kundërthënie le të themi kështu nëse flasim për lëvizjen e vendosjeve dhe veçanërisht për zotin Albin Kurti, i cili do thotë gjatë viteve ndër vite ka promovuar idenë e një dialogu të brendshëm me serbët e Kosovës për ndërtuar një alternativë ndaj listës serbe, ose ndaj cilit do subjekt të themi kështu që është më i lidhur drejt për drejt vertikalisht me Beogradin zyrtar. Por fatkeqësisht ajo që e kemi parë pastaj kur ka ardhur në pushtet është që nuk e ka bërë atë dialog të brendshëm ose nuk e ka bërë mjaftueshëm ose nuk e ka bërë mirë. Televizioni provoi të marrë një qëndrim edhe nga deputeti serb Nenad Rashić, por i njëjti nuk ishte i qasshëm.